Çfarë kemi bërë? Kjo është rigon. Po? Një parcelë është me rigon. Nëse parcela tjetër më ata është me çaj mali. Rigoni kemi korr. Kjo është dora 2 që presin ta korrin nga funi i gjushit. Ku e çon këtë? Kjo për eksport. E grumullon vet apo e shet te një E shes të subjekte. Sa sipërfaqe ke këtë? Kjo është 3.5 hektar. 3.5. Te ke tokull tënde, ke marrë me qeras. Një pjesë është me qera, një pjesë është e ibi. Nisma që ka marrë qeveria dyshon në marrjen tënde. Ke aplikuar, do të aplikosh, si është interesi Kam aplikuar sepse kam bërë dhe një aplikim tek AZBR-ja për serë, dhe fitova në vendin. Ke dalë fitues. Kam dalë fitues. Serë së bërë. A e ke? Si së bërë. Sa ke luptuar? Sa më dhe? A të në të ose në kam në të vëllonë. Ke aplikuar për garanci sovrane dhe pet që të bësh procedura për pagesat apo për mënyrën si në ti do të lidhësh kontratën me bankat që ti ke aplikuar. Mënyra se si ne duhet të qasemi ndaj bizneseve është një nga proceset më të mira që qeveria shqiptare ka menduar. Ku 50-70% të kolateralit vendos qeveria dhe pjesën tjetër vendos ju. Duke vendos edhe 10% ne kemi të mbyll një proces në 6 muaj në parë deri diku jo të gjitha kanë besuar, jo të gjithë kanë marrë fakturat dhe e kanë 3 vite fakt, 3 vite që marr fakturat. E kanë negozhuar shumë mirë bën. Dhe është një formë e drejtë për drejtë ku fermeri i shkon buxheti apo lekët të përfituara nga shteti në llogarinë e tij vetëm me klikimin online që do të bëjnë në tatimet apo në tatimin e qarkut që kemi gjithmonë në çdo vend të Shqipërisë. Por sepse është të edhe 6 muaj tjetër, presim që Division dhe marrjen tënde është procesi tjetër shumë i rëndësishëm që i kemi ardhur në ndihmë fermerëve, por jo vetëm, por edhe të gjithë bizneseve tjera që tashmë në vitin e kaluar ishte prova e parë me Ministrinë e Bujqësisë, kaloi në një test i suksesshëm dhe Kryeministri mendoi që kjo do të ishte një hap i rëndësishëm dhe në bizneset e tjera. Pra jo vetëm bujqësi, por edhe në subjektet e tjera që duan të dyshojnë në marrjen e tyre në gjitha fushat. Suksese fundbar edhe faleminderit për gjithë punën tënde që bën çdo ditë, që është një punë e lodhshme, por edhe shumë e bukur.